Mirëmëngjesi të gjithë ju që doni të mirën në këtë botë. Ka momente në jetë kur përpiqemi kaq shumë të jemi siç na duan të tjerët sa e harrojmë veten tonë, harrojmë dëshirat tona. Disa ndryshojnë dhe mënyrën e të folurit, mënyrën e të sjellurit, mandje edhe ëndrat e tyre. Dhe këtë e bëjnë vetëm për të marrë një po nga dikush tjetër. Por e vërteta është se ne nuk kemi lindur për t'i pëlqyer të tjerëve. Kemi lindur për të qenë në paqe me veten tonë. Paqja me veten është çmimi më i shtrenjtë që mund të fitojmë. Dhe ky çmim nuk vjen kur bota të pranon, por kur ti pranon çdo pjesë të vetes tënde, edhe të metat, edhe plagët, edhe gabimet e tua. Sepse kur i përqafon ato ti bëhesh i plot. Dhe kur je i plot, asgjë që vjen nga jashtë nuk të trondit më. Mos lejo pra që zërat e botës ta mbysin atë zërin tënd të brendshëm. Dëgjoj atë zë, se vetëm ai e di se kush je ti në të vërtetë dhe se ku po shkon. Sepse kur ti jeton në përputhje me vlerat e tua, kur ti zgjedh paqen në vend të miratimit të njerëzve, ndjen diçka të rrallë, qetësinë e shpirtit tënd. Kuptoje pra sot, ku e gjen ti qetësinë e shpirtit tënd, sepse aty do fillosh të jetosh me të vërtetë. Ju falenderoj dhe ju uroj një ditë të mbar sot. Mirupafshim.